Atëherë shpytje që kërkon goxha zhbirim për ta trajtuar, po do mundohet të flas për mbletas. Është trev shqiptare, autoktone, historikisht, në bazë, jo thjesht asaj që po them unë se kam mundësi se jam i përkas komunitetit Sham, po në bazë të gjithë të studimeve që kanë kryer autoritar nga antikiteti, helen, romak, bizantin e në vazhdim. Pra, pjesë e Ilirisë antike, fisit e Sprot, si që kanë qenë fisit Taulan për myzeqen që jemi, Kaonët për Laborin, dhe trev që ka gjurmët e veta, ka trashëgimin e vetë në historinë e kombit shqiptar. Pjesë jugore, asaj që quhej Epir. Epiri fak fjalë terminologji elene vjetër, kontinent nga territoret e ishujve të Korfuzit, kur shikoheshin banorët, është një zonë kushinet, do të thotë zonat kushinet janë zonat ndërmjetëse, kundërturën etnik, kundërturën kulturat. Kultura elene me kulturën ilire. Autoktonia është e argumentuar dhe e faktuar dhe me gërmime arkeologjike të vendbanimet e hershme, gurët e lime, fisit e limet vjetër, vendbanime në Margëllish, Mazrek, në kujdohen Paramthi. Autoktonia është jo vetëm arkeologjike, e dëshmuar në ato që janë ngërmuar dhe që janë të ndryshme nga kultura helenistike, po edhe në ngjarjet historike, në zhvillimet ekonomike, kulturore, të çdo lloj aspekti të jetës, që ka pas këtë trev të dallueshme qartësisht nga kultura helenistike dhe kulturat e tjera. Padyshim ne jemi në trev Ballkani, edhe Çamëria dhe Epiri. Dhe ka dhënë dhe ka marrë nga kalimet, pushtimet, nga sundimet, dhe padyshim çdo sundues ka lënë gjurmët e veta, në aspektin gjuhësor, në aspektin fetar, në aspektin e të qenit shtetas i asaj perandorie. Dhe edhe në kodit e Atenës dhe të gjakut, po të bësh, duhet të ketë ndërthurje. Ballkani i tillë është, padyshim. Po aty autoktonia ilire, arbërore, shqiptare, është evidente. Dhe emërtimi i krajinës ka ndryshuar, Thesproti në antikitet, më pas ka pas emërtime të ndryshme në periudhën e perandorisë bizantine, periudhën e perandorisë osmane. Fjala Çam, si origjinë vjen nga fjala e vjetër lumit Tiamis. Tiamis, Çam. Lumi që kalon lumi Akeron, lumi që kalon në Kalamaj që quhen në gjuhën vendase popullore. Dhe ajo që ka ndodhur, genocidi, që është pika, themi, kulminante e ngjarjeve historike. Në gjatë luftës së dytë botërore, u shfrytëzua në mënyrë si gjithmonë të pabesk nga grekët, preteksti i bashkëpunimit të popullsisë çame me ushtrinë gjermane, me pushtetuesi gjerman, dhe si bashkëpunëtor gjermane u bë spastrim etnik. Spastrim etnik që grekët e kishin planifikuar, programuar me vite më parë, shekuj më parë, që nga megalideja, ideja e madhe që kishin ata për Greqinë e madhe sipas kulturës helenistike. Problemi është që në gjykimin tim, sa kam lexuar, sa kuptoj, dhe nga gojdhënat e prindërve dhe të parëve, po dhe nga autoritar, siç është profesor Kristo Frashi, për mua është autoritet në fushën e historisë, i besueshëm dhe studios i mirë fill i arkivave. Fuqitë e mëdha kërkonin shtete sa më të qëndrueshme kristiane, të shpërbërjes perandorisë osmane, se sultani nuk e komandoi dot, dhe pranuan dhe spastrimet etnike në emër të kësaj gjëje. Të kishin shtetet vogla kristiane që ti komandonin, ti urdhëronin, ti manipulonin si donin ato.
Dhe Napoleon Zerva bëri atë spastrim etnik i mbështetur nga forcat britanike. Në armë, në gjitha. Dhe është një ngjarje e cila është një genocid, është një dukuri shumë e rëndë, e cila nuk është trajtuar si duhet, nuk është sqaruar dhe nuk është çuar në vendin e duhur nga Evropa. Evropa që pretendojmë të jetë simbol i demokracisë, i të drejtës dhe i ligjeve sa më të rregullt. Aty ku aspirojmë të aderojmë, të anëtarësohemi, e aspirojnë shumica e kombit shqiptar në mënyrë masive. Pra, problemet ka një gjë, mendoj, problemet e pretendimeve territoriale historike janë probleme të thella. Nuk i ka vetëm Shqipëria me Greqinë, Izraeli me Palestinën, Kosova me Serbinë. Janë probleme jashtëzakonisht të vështira sepse secila palë mundohet të japi argumentat e veta të autoktonistë, të qenit i pari dhe trashëgimtar i atij trulli. Po them që një palë e tretë, që është më gjatë ftohtë, ajo jep gjykimin më të saktë. Palë e tretë duhet të jetë Komuniteti Evropian, duhet të jetë OKB-ja, duhet të jetë Amerika. Dhe duhet që ne në Parlamentin shqiptar është bërë aprovuar rezoluta për çështjen Çame, por nuk ka vullnet politik as nga shteti shqiptar, më shumë është demagogji, më shumë është populizëm për efekte elektorale për vota, se sa realisht dëshirë për ta çuar, për ta zgjidhur siç duhet çështjen. Parimisht rezoluta janë të qartësisht të shkruara gjërat, që është bërë genocid, që duhet të rikthehen simbolet e të drejtëra e mohuara komunitetit çam dhe shqiptar në Greqi, shkolla, e drejta për të bërë pelegrinazh të parët e tyre, e pronës, e dëmshpërblimit për dëmin moral, psikologjik, ekonomik. Ato që ka bërë Gjermania me Francë, ato që ka bërë Gjermania me vendet tjera ku mas të dy botërore, me traktatin Versailles, me gjithë Parisit e gjitha. Për fat keq, në grekët ndjekin një politikë shoviniste. Pra, edhe pse jemi në shekullin e 21, edhe pse janë anëtarë të Komunitetit Evropian, edhe pse jemi në një botë të civilizuar, të emancipuar, mendësia drejtuese për mendimin tim i Greqisë është shumë e vjetëruar. Është mendësi helenistike, mendësi fetare, nacionaliste, ekstremiste. Ballkani për fat keq i ka këto. Pavarësisht se sa brezat emancipohen, evoluojnë, zhvillohen, prap mentaliteti ngelet. Nuk harroj të studimi që ka bërë profesor Kristof Rashi, që është për mua një jashtëzakonisht referencë e besueshme dhe autoritare, ku në konferencën e ambasadorëve në Londër, që ka qenë një nga korifejt e kombit shqiptar, ka qenë dhe Fanoli, ka referuar, edhe si klerik ortodoks, Venizelos, kryeministri i Greqisë, ngrinte pretendime territoriale dhe argumentit cili ishte deri atje ku shkon ekumena, territori, helenistik, mendësia e ritit ortodoks, ku ne grekët jemi ata që e komandojmë dhe ne jemi ata përfaqësues pasardhës të këtij riti, duhet të jetë shteti grek. Ti nuk mund të barazosh fen me kombin. Ka ortodoks grek, ka ortodoks shqiptar, ka ortodoks serb, ka ortodoks bulgar, rus. Po, pra ti nuk mund të barazosh fen me kombin. Nuk mund të shtrish pretendime territoriale historike shtetërore në Greqisë dhe aty përtej ku është popullsia gjua greke. Ky është problem madhor, se ata e kanë politik që nga mi gal ideja e madhe. Edhe sot e kësaj dite ecin me Vorjo Pirin, ecin me këtë mendësi. Për fat keq. Evropa duhet të jetë më e drejtë. Shtetet e fuqishme, Gjermania, Franca, Anglia, padyshim ato i kanë rolin kryesor, janë fuqi ekonomike, politike, ushtarake. Por unë kam, masa e kam gabim, ata Greqinë gjithmonë e shikojnë si ajo e adhurojnë për atë që i ka dhënë Evropës, trashëgimin helenistike, kulturën, filozofinë, qytetërimin, dhe kanë si dashnori janë thonjza e preferuar, e dur për herë.
Dhe kjo duket është e dukshme, unë pak kam vëtuar në Greqi. Dhe bazat, kur gjithë Evropa këtej balkanike e lindore shkojnë në kampin komunist, vetëm Greqia nuk shkojnë në atë kamp. Autostradat, porte, aeroporte, panele diellore, mullinjere, gjithë investimet e Evropa i kanë në Greqi. Bazat ushtarake më të mëdha të NATO-s në Greqi. Pra është një partnere preferuar e për turizmin, masivisht shkojnë aty. E adhurojnë. Pra të që ka dhënë dhe si fond shpërblimi, në thonjë se ka pranuar dhe këto në gjëra që ka bërë. Si shka bërë me Popullsinë Çame. Unë kështu e shikoj, mas e kam gabim. Po e vërteta është kjo. Pra nuk e ndëshkojnë dhe atëherë kur duhet ndëshkuar. Si ndodhi me rastin e Gjermanisë, si përmenda. Dhe këtë gjë e vuajmë sot e kësaj dite një komunitet e tërë. Edhe diskriminimi ka qenë me emigrantët. Edhe me arvanitasit që janë më të hershëm se mohim i një komësie, i një gjuhë, i një kulture, që është një pasuri, do ta marrë si alternativë, që i ka dhënë kombit grek. Ata nuk e mendojnë kështu, në gjykimin tim. Edhe figurat e rëndësishme të historisë së Çamërisë, që sot e përmend, nga Kolokotroni, nga Foto Xhavella, nga Marko Boçari, Sulliotët e famshëm, malësia e Çamërisë, të cilët nuk ju nushtron as Ali Pashait, bën atë aktin heroik të hedhjes nga shkëmbi gratë Sulliotëve. Një pjesë e mirë e tyre emigruan në Korfuz, u srehuan në Korfuz për të shpëtuar dhe ishin po këta Sulliot, Çam, Marko Boçari bëri fjalorin dy gjuhësh, greqisht shqip. Nëse ai do ishte i rritit helenistik grek, ai nuk do dinte të bënte një fjallor i dy gjuhësh. Është ky dokumentor është. Po, fjallor dy gjuhësh. I komunikimit që të bënin çamët me grekët. Shqiptarët me Shqip folësit me grek folësit. Ishin këta që gurët e themelit të revolucionit helenistik të pavarësisë së Greqisë 1825-s. Dhe Greqia i mohon. Parlamenti parë grek, shumica ishin arvanitës, shqipfolës. Një kom i emancipuar, larg pamës, mendojnë duhet të pranoj të vërtetën si që është, të pranoj të ndryshmen, të pranoj alternativën, se është pasuri dhe për të, dhe është blerë dhe për të. Me Greqinë nuk ka funksionuar kështu. Në rastin me Çamërinë.